Zbardhen detaje të reja nga historia e një prej narkotrafikantëve më të mëdhenj, Dritan Gjikës, lidhjet e tij me kupolën e lartë të policisë dhe politikës në Ekuador, si dhe bashkëpunimi me biznesmen të tjerë që ndihmuan të fuqizonte aktivitetin e tij kriminal. Me krijimin e kompanisë Agricom Trade, Gjika do të dërgonte kokainën përmes bananeve duke furnizuar vende të ndryshme në Europë, mes të cilave edhe në Shqipëri, kompania Alba Exotic Fruit. Nga hetimet ka rezultuar se Agricom Trade kishte dërguar nëpërmjet Alba Exotic Fruit më shumë se 150 dërgesa me banane në Shqipëri. Gjika mendohet se kishte punësuar nën kontraktor vendas në Ekuador, të cilët kishin për detyrë të ruanin dhe transportonin kokainën. Kjo gjithmonë sipas raporteve të përpiluara nga zyrtar të antinarkotikëve. Një shpjegim përse Gjika nuk ka asnjë firmë të tillë në aktivitetin e drogës, pa i her pas here dinte të shpërblente nën kontraktorët e tij, edhe duke i dorovitur me kokainë, siç kishte bërë në raste të ndryshme ku kishte paguar atyre 10 kg kokainë, të cilat nuk u eksportuan, por u shpërndan midis bashkëpunëtorëve të tij, shpesh i cilësuar si një njeri i padukshëm, ose i dukshëm vetëm për shefat e korruptuar të policisë, siç ishte dhe lidhja e tij me Tania Varela, drejtuese e lartë e policisë në Ekuador, nga muaji mars 2021 deri në janar 2022, që sot është në hetim nga prokurori i Ekuadorit, si e lidhur me Dritan Gjikën, e cila u shkarkua nga kjo detyrë nga presidenti i Republikës, pikërisht për lidhjet e dyshuara me trafikun e drogës, shkruan në shënjestër. Hetuesit në Ekuador besojnë se Varela nisi të ndihmonte Gjikën gjatë kohës që ajo kryente detyrën e saj në një aeroport në provincën e Guayas, nga ku mendohet se ndihmoi atë duke vendosur disa oficer policie të besuar në vende kyçe me qëllim për të lehtësuar operacionet e tij të trafikimit të drogës. Po ashtu, si çdo perandori, edhe ajo e Dritan Gjikës, duket se pati lulëzimin dhe rënien e saj, rënje e cila nga sa kuptohet, erdhi nga grykësia që kompanitë e Gjikës patën me kalimin e viteve, të cilat dolën jashtë kontrollit për shkak të territorit të madh ku ato shtrin aktivitetin, ashtu siç u bë edhe urtakëria midis kompanive të Dritan Gjikës dhe një biznesmeni italo-argjentinas të njohur si Mario Sanchez Rinaldi, që operonte në Costa del Sol në Spanjë, i cili u mor seriozisht me pastrimin e parave të organizatës së Gjikës, si edhe të siguronte rrugkalimi nga Kolumbia në Europë. Tonelata me drogë që vazhdonin të tërbonin autoritetet ligzbatuese në Evropë, të cilat tashmë kishin shënuar me rreth të kuq emrin e Dritan Gjikës si furnitori kryesor që po përmbytte tregjet e tyre me kokainë, siç ishte edhe një episod që lidhej me një ngarkesë prej 1 ton kokainë që zbriti në një nga portet e Holandës gjatë vitit 2020. Gjika tashmë kishte ndërruar edhe modus veprimi, duke sofistikuar gjithmonë më shumë derdhjen e sasive të tilla të kokainës në Europë.